Vllaznia ka një transfer shumë të vështirë këtë të premte. Përballë do të jenë kampionet në fuqi të Egnatias, të cilët janë pretendent kryesor për të fituar Abisnet superiore. Ndërkohë, Kuqeblut vijnë nga një humbje në Vlorë me flamurtarin vendas. Në daljen e tij për mediat, mbrojtësi Kuqeblu Elman Dogjini e konsideron të vështirë këtë ndeshje, por shprehet se synojnë fitoren si në çdo ndeshje tjetër. Është një ndeshje shumë e vështirë. Si që kam thonë edhe në interviste tjera, nuk ka ndeshje të lehta në kampionatin tonë, por si me Egnatin, si me ekipe tjera, ne gjithmonë shkojmë për një mendim për me fitu. Shumë e rëndësishme si për ne dhe si për Egnatin, por kur lumë për një ekip si Vllaznia, gjithmonë ke presion e gjithmonë do t'japësh maksimumin për çdo lojë. Kjo është ambicia jonë për me fitu, po si që thash, gjitha ndeshjet janë vështira dhe the edhe vetë, kemi marrë pikë kundër ekipe më të mëdha, kurse kundër këta si janë në fund tabelës, kemi hup, thotë se gjitha ndeshjet janë vështira. Ne kemi marrë më shumë pikë në Shkodër sa jashtë. Vllaznia me këtë ndeshje synon të rikthehet tek fitoria për të ruajtur kryesimin e superiores, njëkohësisht edhe për të rritur diferencën me ekipet ndjekëse. Edhe kjo ndeshje, si të gjitha ndeshjet e tjera, do të transmetohet direkt në RTS Shkodra.